E si është rinin sot? Keq, ma keq, s'ka këtë vej. E kryin punën, po s'po të njerit njefshëm, nuk mund të hynë punë fare. Po ga s'ka, drejt me thonë, pa perspektiva. Ka një plesht, si kanë ngelur, gjithë ditën e gotë, një qaj s'ka me pi. Kanë betë plesht pa përkujdesje, që është shumë e të mërshme. Mija jashtë, po leje që janë jashtë, po edhe sigur të janë jashtë, që të kujdesin bletit, të qenë paro dikuj, pasaj dikush le të kujdeset për ta. Pas që dojnë me dëgju fare për atë punë. Tu ma herët jashtë? Po, kom jetu 10 vjetë kam qenë në Gjermani, 3 vjetë Suedi. Se e këshove vendin? Herda me mbrojt këshe. Po. Je këthyta shkrejt? Po, jo. Kush është jeta atja, me qenë se? Po, atja është shumë mirë, atja është këllqyshëm. Edhe atje ka këto çmime kështu të larta, po këto nuk mu mirë përballu këto çmime se kjo inflacioni është përgjithësi në Evropë. Këto çmimet e larta, pagat e vogla. Sa kështë ishte me qenë paga mesatare këto? Po jetë normale? Jetë normale 700 euro për familje 3-4 antarëshe. A 7 mërshme? Punoni këto jo? Unë kam qenë profesor e gjuhës shqipe, shkollën e Blenderigja në Tërëqes, tani jam në pension se 4 vite. Sa e vlerësu për kontributin që e ke dhënë si mësim dhe? Vlerësuar shumë se kam dashur me shpirt gjuhën shqipe, kam qenë profesor e gjuhës shqipe, kam punuar në aktivitetet lira. Sa e shkoj nga shkolla pak zemra se kom punu 30 vjetë pa ndërprej. E si është rinin sot? Keq. Sa? Ma keq, s'ka këtë vej. Arsyeja është e kryin punën, po s'po të njerit njefshëm, nuk mund të hynë punë fare. Pastaj, po ga s'ka. Edhe, drejt me thonë, pa perspektiva. Shikoj qendrën. Si shë krejt 2-3 me përjashtim zonësat kër vinë nga shkolla. Sa kështë dhe ishtë me ndryshu, mas pare, ka ja kështë e nisë? S'më të themë nësë më i bëvlosime, kështë dhe ishtë me ndryshu, ta kemi një qeveri të mirë, që kujdeset për popull, që kujdeset për këtë rinimës të lënë të shkoj jashtë, që të kujdeset për plesht. Unë pikrisht tani po punoj që të klubi pensionerëve janë e shikon një plesht si kanë ngelur gjithë ditën e gotë një qaj s'ka me pi. Kanë betë plesht pa përkujdesje që është shumë e të mërshme për zotën. Mija jashtë, po leje që janë jashtë, po edhe sigur të janë jashtë, që të kujdesin bletit, të qenë paro dikuj, pasaj dikush le të kujdeset për ta. Pas që dojnë me dëgju fare për atë punë. Rëni është të të mërshme, se dyqysh për më duket rënimat mirë se na në busë s'ka poskush. Tash për më duket se kanë deviju pak rrugën. Demokracia të prume. Ja, e ti për ta me dhe? Po kjo është vërtet. Shpesim që ka më bu mirë. Ka thonë Naimi, kam shprejë se Perëndia se nuk do mbetet kështu Shqipëria, po do ndërtuhet, do lulëzohet. Edhe ne po jetojmë atë shprejë se sholla do bëhet mirë. Për ne pleqve shkuam, po thëmë vërtetën edhe neve na kanë mërzit këtë jetë. Me këto tipe, me këto mosmarrëveshje në kuvend kjo. Është të mërshme 6 muaj më konstituu një kuvend. Kjo është e tërshme. E të mendu çfarë sakrifice kemi posë, çfarë lufte kemi bërë, pa përgatitur, pa përshtatshme me armikun. E kemi shpresu vërtet një Kosovë më të mirë, se kemi meritu kështë me mbetë. Shpesim që ka më bu mire për autonë edhe ata tjerë. Shka thënë Naimi, isholla me shpresa jetë njeriu, se shpresa dhe se fundë. Ju përshëndes. Faleminderit shumë. E si është rinin sot? Keq, ma keq, s'ka këtë vej. E kryin punën, po s'po të njerit njefshëm, nuk mund të hynë punë fare. Po ga s'ka, drejt me thonë, pa perspektiva. Ka një plesht, si kanë ngelur, gjithë ditën e gotë, një qaj s'ka me pi. Kanë betë plesht pa përkujdesje, që është shumë e të mërshme. Mija jashtë, po leje që janë jashtë, po edhe sigur të janë jashtë, që të kujdesin bletit, të qenë paro dikuj, pasaj dikush le të kujdeset për ta. Pas që dojnë me dëgju fare për atë punë. Tu ma herët jashtë? Po, kom jetu 10 vjetë kam qenë në Gjermani, 3 vjetë Suedi. Se e këshove vendin? Herda me mbrojt këshe. Je këthyta shkrejt? Po, jo. Kush është jeta atja, me qenë se? Po, atja është shumë mirë, atja është këllqyshëm. Edhe atje ka këto çmime kështu të larta, po këto nuk mu mirë përballu këto çmime se kjo inflacioni është përgjithësi në Evropë. Këto çmimet e larta, pagat e vogla. Sa kështë dhe ishte me qenë paga mesatare këto? Po jetë normale? Jetë normale 700 euro për familje 3-4 antarëshe. A 7 mërshme? Punoni këto jo? Unë kam qenë profesor e gjuhës shqipe,
shkollë në Blenrejgja në Tërëqes, tani jam në pension që 4 vite. Sa e ke su për kontributin që e ke dhonë si mësim dhe? Mësuar shumë se kam dashur me shpirt gjuhën shqipe, kam qenë profesor gjuhës shqipe, kam punu në aktivitetet lira. Sa e shkoj nga shkolla pak zemra se kam punu 30 vjetë pa ndërprej. E se ishe rinin sot? Keq. Ma keq s'ka këtë vej. Arsyeja është e kryen punën për spotën njeri të njefshëm nuk mund të hynë punë fare. Pastaj paga s'ka. Edhe drejt me thonë pa perspektiva. Shikoj qendrën. Si shë krejt 2-3 për ashtem zonësat kër vinë nga shkolla. Sa kështë dhe ishtë me ndryshu, mas pare, ka ja kështë njësë? S'më të themë nësë më i vëvlosime, kështë dhe ishtë me ndryshu, ta kemi një qeveri të mirë, që kujdeset për popull, që kujdeset për këtë rinimës të lënë të shkoj jashtë, që të kujdeset për plesht. Unë pikrisht tani po punoj që të klubi pensionerëve janë e shikon një plesht si kanë ngelur gjithë ditën e gotë një qaj s'ka me pi. Kanë betë plesht pa për kujdesje që është shumë e të mërshme për zotën. Mija jashtë, po leje që janë jashtë, po edhe sigur të janë jashtë që të kujdesin bletit, të qenë paro dikuj, pasaj dikush le të kujdeset për ta, pas që dojnë me dëgju fore për atë punë. Rëni është të të mërshme, se diqysh shumë duket rënimat mirë se na në busë s'ka poskush. Ta shumë duket që kanë deviju pak rrugën. Demokracia të prume. Ja, e ti për ta me dhe? Po kjo është vërtet. Shpesim që ka u bumi. Ka thonë Naimi, kam shprejë se Perëndia se nuk do mbetet kështu Shqipëria, po do ndërtuhet, do lytëzohet. Edhe ne po jetojmë atë shprejë se sholla do bëhet mirë. Për ne pleqve shkuam, po tham vërtetën edhe neve na kanë mërzit këtë jetë. Me këto tipe, me këto mosmarrëveshje në kuvend kjo. Është të mërshme 6 muaj më konstituu një kuvend. Kjo është e tërshme. E të mendu çfarë sakrifice kemi posë, çfarë lufte kemi bërë, pa përgatitur, pa përshtatshme me armikun. E kemi shpresu vërtet një Kosovë më të mirë, se kemi meritu kështë me mbetë. Shpesim që ka u bu mire për atun edhe ata tjerë. Shka thënë Naimi, isholla me shpresa jetë njeriu, se shpresa vdes e fund. Ju përshëndes. Faleminderit shumë. E se ishe rinin sot? Keq, ma keq s'ka këtë vej. E kryen punën për spotën njeri të njefshëm nuk mund të hynë punë fare. Paga s'ka, drejt me thonë pa perspektiva. Ka një plesht si kanë ngelur gjithë ditën e gotë një qaj s'ka me pi. Kanë betë plesht pa për kujdesje që është shumë e të mërshme. Mija jashtë, po leje që janë jashtë, po edhe sigur të janë jashtë që të kujdesin bletit, të qenë paro dikuj, pasaj dikush le të kujdeset për ta, pas që dojnë me dëgju fore për atë punë. Tu ma herët jashtë? Po, kam jetu 10 vjetë kam qenë në Gjermani, 3 vjetë Suedi. Se e këshove vendin? Herda me mbrojt kështë. Je këthyta shkrejt? Po, jo. Kështë është jeta atja, me qenë se e kështë? Po, atja është shumë mirë, atja është këllqyshëm. Edhe atje ka këtu qmime kështu të larta, po këtu nuk